Udhkryqi midis bulevardit Blagoja Toska dhe rrugës 29 nëntori vazhdon të jetë një rrezik për qytetarët e Tetovës, edhe pse tenderi ka përfunduar që prej 13 muajsh, semaforët ende nuk janë instaluar. Nga sektori për rrugë dhe tokë ndërtimore në Tetovë thonë se punimet janë në proces. Vonesat për shumë shkaqe janë bërë për disa shkaqe objektive dhe subjektive edhe për të operatorit. Dhe ishim kontakte javën e kalume, shkaku i mjetëve që ata u ankoshin nuk e di çfarë. Këtë javë na premtuan se në pjesën e parë, domethënë në pjesën elektronike e kanë vendosur krejt, tash kanë mbetur vetëm këta shtyllat e këtine semaforëve që janë ansor, domethënë për këmbësorçja. Këta portalet vetë janë venduar. Domethënë si portale llogaritën ata, jo si konzolla që është ajo pjesa kryesore që u bë pak më herët buj për ata. Besoj që brenda kësaj javës do vendohen edhe shtyllat e vogla të semaforëve. Muaj më parë televizioni 21 vërejti se në këtë udhkryq janë vendosur shtylla të vjetra, ndërsa në tender janë paraparë shtylla të reja. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami premtoi se pas përfundimit të punimeve do të dalin në terren dhe do të inspektohen punët në bazë të kontratës. E ka kontratën ose mund të sigurojmë kontratën edhe të sqarojmë se gjitha, domethënë, instalimi atyre semaforëve është bërë në bazë të kontratës. Domethënë nuk ka ndonjë, domethënë në tender gjithçka që është kërkuar është në fazë të realizim. Domethënë do dalim edhe me atë tenderin, domethënë kërkesa që kanë qenë aty dhe do i kontrollojmë, do bëjmë një inspektim publik. Sipas kryetarit dhe udhëheqësit të sektorit për rrugë, semaforët do të duhet të përfundojnë për 2 javë. Javën tjetër unë besoj që duhet edhe të kalojë edhe pjesa e ciklit, domethënë caktohet edhe cikli, ko zgjatja jemi të folë, domethënë nuk bisedojmë për ata, do vendosen shtyllat ajo. Ashtu të paktën na premtuan. Me hapjen e bulevardit Blagoja Toska, ky udhkryq është bërë i rrezikshëm për automjetet, pasi rruga 29 nëntori nga një rrugë me përparësi kalimi është ndruar në rrugë dytësore, çka ka sjellë një rritje të numrit të aksidenteve. Ndërkohë, komuna e Tetovës ka premtuar disa herë që nga qershori i vitit 2024 deri më sot se semaforët në këtë udhkryq do të përfundojnë.